Përpara disa kohësh u nis në Itali për arsye domethënëse shëndetësore. Kaloi në teun mes jetës dhe vdekjes. Si pasojë një bllokimi të arterieve koronare, për cilin u operuan në zemër, dhe pas operacionit pati një ndalesë dramatike pulmonare, me fjalë tjera, daljet mushkërive nga funksioni. Gjë që imponoi futjen në aparaturën e frymarrjes së drejtuar. Pas një periudhe shumë të vështirë në reanimacion, ku për disa ditë mjekët italian rezervoheshin të jepnin çfarëdo lloj sigurie se do dilte nga situata e rëndë, ai vazhdon të jetë në mbikëqyrjen e tyre për të rehabilituar mushkëritë e lënduara rënd. Është e atashme që megjithse Kryeministria ka bërë njoftim publik, mirë ca qimra e ca jark të bufit në pasqyrën mediatike të foles tij, po i sëmuri që lufton për jetën andej është bërë mish për qoftet e klubeve të natës, ekran me ekran këtu, vetëm e vetëm se u fut në gojën e mender të bufit Knetës. Një katran me boj i mirënjohur dhe famkeq si shpifaraku më i madh që ka lindur toka shqiptare, dhe si shkelsi më brutal në historinë e këtij vendi i çdo zakoni, i çdo kanuni dhe i çdo norme njerëzore.